Vjen ai tipi, fut del në test, po pse s'do e merrni, po pse gjithë shkollat e tjera marrin. Le ta marrin, nuk është për këtu se unë nuk mendoj që mund ta ndihmoj këtë. Thjesht do të marr lekët kot, po nuk do ta ndihmoj. Edhe mund ta ngel në fund. Kështu që shkon shkollë tjetër. Jo po kështu është. Edhe unë jam gatshëm të paguaj edhe 10 fishin e tarifës po desha. Vetëm ma merr. 10 fishin. U mendove ti ndonjëherë këtu të më thuj të drejtën tani? Jo. Tani bëu i besueshëm tani 10 fishin. Jo. I thoshe jetës për sa vjet i thosh? Jo. Se do të thot dikush andej, kishe thënë jetës mirë pafshi më normal, vazhdoja. 3 si ky edhe që do ta heq merakun edhe nga pikpamja e kontabilitetit, nga pikpamja financiare s'ka asnjë lloj kuptimi. Jo më nga kjo pikpamja e respektit për veten. Pse? Sepse nuk ka rëndësi ti ja pranon njërin që të paguaj 10 fishin apo pranon 10 nxënës që do paguajnë njëtën shumë, se vendet ishin aty. Vendet ishin. Nuk kisha problem se s'kisha ku ta fusja. Çështja është që ti mund të marrësh, mund të fitosh në aspektin financiar, por je duke shkatruar diçka tjetër që është shumë e rëndësishme se sa aspekti financiar. Është një autor i famshëm që është Jordan Peterson, që patjetër që e njohim, i cili thotë që nëse ti do të ruash lekët ku ti bash atje, vendi më i mirë ku mund të ruash lekët është reputacioni jot. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.